Këshilltarët e LSDM-s në Këshillin e Qytetit të Shkupit përmes një kërkese të dorëzuar kërkojnë shpalljen e gjendjes së krizës ekologjike dhe shëndetësore në Shkup për shkak të nivelit të lartë të ndotjes së ajrit në kryeqytet. Këshilltarja Katarina Canevska-Arsovska në konferencën e sotme për media tha se ka ndërzuar edhe një iniciativë për thirrjen e një seanse urgjente të Këshillit për përcaktimin e konkluzioneve dhe miratimin e masave urgjente. LSDM kërkon të merret një vendim me të cilin ulja e ndotjes të përcaktohet si prioritet i autoriteteve të qytetit. Në vetë seancën ne do të propozojmë masa, transport publik falas në ditët kur ajri është i ndotur, të kërkohen fonde nga qeveria për filtra falas për ogjaqet e ndotësve të mëdhenj, ridestinimi fondeve për pastrues ajri, të miratohet ndalim për ngrohje me dru dhe qymir në zonat ku ka ngrohje qendrore të disponueshme. Mëtej, pastrimi i deponive ilegale në territorin e qytetit të Shkupit, larja e rrugëve dhe fonde për projekte ekologjike. Nga ana tjetër, VMRO DPMN ka reaguar ndaj konferencës së LSDM-s. Nga kjo parti, kërkesat e LSDM-s i kanë quajtur hipokrizi pasi sipas tyre, pavarësisht se gjatë fushatës zgjedhore kishin premtuar se do të përmirësojnë cilësinë e ajrit në vend, gjatë kohës kur ishte në pushtet, LSDM kishte prioritete të tjera. Për 7 vite, mund ta kishin ulur ndotjen e ajrit të paktën për 10%, por prioritete kishin ndërtimin e ndërtesave, ashtu siç donin që në Gjorçe, në Hrom, të ndërtoheshin 100 ndërtesa në vitin 2020 dhe po ashtu në Rasadnik edhe 100 ndërtesa në të njëjtën periudhë në vitin 2020. Për ta përmbledhur, nëse LSDM vërtet do të donte, mund të kishte ndërmarrë diçka. Nga VMRO mëtej kanë shtuar se kanë ndërmarrë hapa për ballafaqim me ajrin e ndotur, duke përmendur këtu subvencionet për klima inverter, pastrues ajrin e përqindjet e Shkupit, gasifikim i vendit dhe të tjera.